Mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak të Lushnjës u zhvillua këtë të hënë. Në mungesë të kryetarit të Këshillit Erriet Dhima, mbledhja u drejtua nga nën-kryetarja Kozeta Guçi. Debatet u përshëndruan në pikën e 6 të rendit të ditës, që kishte të bënte me miratimin e anëtarëve të Këshillit Vendor Rinor. Kryetari i grupit të këshilltarëve të opozitës, Klement Çela, kërkoi sqarime lidhur me procedurën e përzgjedhjes së anëtarëve, ndërsa përgjigje dha kryetarja e bashkisë Eriselta Stefa. Mbas mbarimit të mandatit të këshillit të kaluar, bashkia ka bërë shpalljen përkatëse ku të rinjtë e interesuar kanë aplikuar dhe janë vlerësuar dhe këtu keni të parashikuar të gjitha emrat e atyre personave të cilët janë shpallur fitues për qenë antar të Këshillit Vendor të Rinisë. Për sa kohë ky vendim kërkon miratimin tonë si Këshill Bashkiak. A nuk do të ishte e udhës që ne të njihemi edhe më shumë rreth procedurës, se si janë informuar, se kush ka aplikuar, se cilat janë kriteret, se cili nga këta i ka plotësuar këto kritere, po ne na vjet shablon këtu lista me 14 emra dhe thotë miratoni, sepse kështu e thot ligji, 1/3 e anëtarëve të Këshillit Bashkiak, nga 41-14 dhe nga 14 10 duhen mosh deri 29 vjeç ku diun se ishte. Ka është materiali prezantuar nga ana jon dhe nëse ju jeni jeni një nga ata që kërkoni ti keni këto dosje, punojësja do të jetë në dispozicionin tuaj. Unë dua sot. Dhe patjetër. Po. Diskutimet vijuan edhe në shërtimin e pikës së 8 të rendit të ditës, për miratimin e dokumentit të planit vendor për menaxhimin e integruar të mbetjeve të Bashkisë Lushnjë. Dhe për këtë pikë, pati debate mes kryebashkiakes Eriselta Stefa dhe kryetarit të grupit të këshilltarëve të opozitës Klement Çela. Janë disa vende që unë i kam vetë konstatuar këto dhe kam parë të makinat e Bashkisë Lushnjë që edhe veturina dhe në fundit është vende flaka që shkakton një ndotje të çmendur mjedisore përsa i përket banorëve të zonave që u hidhet. Dhe këtë le ta mohoj çdo kush e ka me video për të gjitha rastet që unë flas. Dhe me prova që janë makinat e bashkisë. Me moton që në krutje po hedhim dhe do fillojmë kompostimin e mbetjeve të gjelbërta, hedhim divane, kërcunje, kolltuqe e soba, me moton që në lagjen 18 tetori kemi vend depozitim për mbetjet e ngurta, po të njëjtat mbetje që i djegim. Lagjen 18 tetori, që prej vitit 2021 është mbyllur, është mbuluar me dhe në fillim të këtij viti nga 5 hektar që ka ajo fush, rreth 3.5 hektar të saj janë mbjell me pemë. Po mi pra do t'i marr me radhë. Për sa i përket përrojit të thatë, që prej vitit 2003 më fal, ose 2004, se nuk më kujtohet data fiks, me një vendim të Këshillit Bashkiak, është përcaktuar që atje të hidhen mbetjet inerte të qytetit të Lushnjës dhe është një pikë e miratuar. Për sa i përket pikës në Krutje, ne e kemi... Mbetje inerte hidhen? Divani mbetje inerte quhet? Po pse si antari i Këshillit Bashkiak, pse nuk del një herë edhe me një sensibilizim dhe të thuash të nderuar qytetar, hajde të gjithë bashkarisht. Shpate ti me ne, se të ti verifikoj, asu jam institucion mjedisor. Po, në 2-3 postimet e fundit kanë marrë telefon. Pavarësisht diskutimeve dhe debateve të zhvilluara gjatë mbledhjes, Këshilli Bashkiak miratoi të gjitha pikat e rendit të ditës. Nuk ndalet seria e aksidenteve në rrugët e Lushnjës, pas disa përplasjeve të regjistruara gjatë fundjavës, ku pati dhe viktima, mëngjesi së hënës u shënua nga një tjetër aksident. Ngjarja ndodhi në afërsi të vendit të njohur si Pushimi i Shoferit, ku dy automjete u përplasën kok më kok. Një automjet tip Seat me targa të Kosovës që po dilte nga autostrada për të futur në një lokal shërbimesh, u përplas me një automjet tip Volkswagen Golf me targa shqiptare, i cili po lëvizte në rrugën Dytësore. Si pasojë e përplasjes pati vetëm dëme materiale, ndërsa drejtuesit dhe personat e përfshirë nuk pësuan lëndime dhe nuk patën nevojë për ndihmë mjekësore. Në vendngjarje mbërriti policia rrugore, e cila kreu veprimet procedurale dhe dokumentoi rrethanat e aksidentit. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se shkaki i përplasjes ka qenë mosrespektimi i rregullave të qarkullimit rrugor nga drejtuesi i automjetit tip Golf, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht dinamikën e ngjarjes.
Ditët e fundit është vënë re një rritje ndjeshme e numrit të aksidenteve në Bashkinë e Lushnjës, kryesisht në kryqëzime dhe pika me qarkullim të lartë, çka rikthen dhe njëherë vëmendjen te respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Lushnjë, në kuadër të goditjes së veprimtarisë kriminale në fushën e vjedhjeve, finalizuan operacionin policor të goduar Again, gjatë të cilit zbardhën 2 raste vjedhjeje të kryera brenda 2 ditësh. Në kuadër të këtij operacioni, u arrestua në flagrant shtetasi MG, 36 vjeç, banues në fshatin Plug, Lushnjë. Nga veprimet hetimore rezultoi se ky shtetas, i dënuar më parë për veprën penale vjedhja, dyshohet se ka kryer 2 vjedhje, më datat 16 dhe 17 korrik 2026 në fshatin Plug, Lushnjë. Gjatë vjedhjes së dytë në një lokal, pasi ka marrë një shumë parash dhe një laptop, dyshohet se i ka vënë zjarrin objektit. Konkretisht, më datë 16/07/2026, ai dyshohet se ka vjedhur 2 bateri automjetesh, ndërsa më datë 17/07/2026 në orët e para të mëngjesit është futur në një lokal në fshatin Plug, Lushnjë dhe pasi ka marrë një shumë parash dhe një laptop, i ka vënë zjarrin lokalit duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme procedurale. Spanja është kampionja e re e botës. Kombëtare drejtuar nga Luis de la Fuente mposhti 1-0 Argjentinën pas kohës shtesë në finalen e madhe të Kupës së Botës 2026, duke ngritur për herë të dytë në histori trofeun më të rëndësishëm të futbollit. Heroi finales ishte Ferran Torres, i cili në minutën e 106 përfitoi nga një top i mbetur në zonë dhe dërgoi në rrjet, duke i dhënë Spanjës golin e fitores dhe titullin botëror. Ndeshja ishte shumë e luftuar dhe u mbyll pa gola në 90 minutat e kohës së rregullt. Spanja ishte skuadra që krijoi më shumë raste, me Emiliano Martinez, që mbajti në lojë Argjentinën fal disa pritjeve vendimtare ndaj Lamine Yamal, Dani Olmos, Ferran Torres dhe Aymeric Laporte. Momenti që ndryshoi rrjedhjen e finales erdhi në minutën e 90, kur Enzo Fernandez u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë pas një ndërhyrje të gabuar duke e lënë Argjentinën me 10 futbollistë për pjesën e mbetur të ndeshjes. Me epërsinë numerike, Spanja shtoi presionin në kohën shtesë. Goli shumë pritur erdhi në minutën e 106, kur Ferran Torres ishte më i shpejti në zonë pas një topi të mbetur dhe mposhti Emiliano Martinez për 1-0. Argentina provoi të reagojë në minutat e mbetura, por nuk arriti të krijojë raste për të shmangur humbjen, ndërsa Spanja administroi avantazhin deri në vëshëllimën e fundit. Me këtë sukses, Spanja fitoi kupën e dytë të botës në historinë e saj pas triumfit të vitit 2010, ndërsa Argentina nuk arrin të mbrojë titullin e fituar 4 vite më parë.